Ua, nuk e di fare se si do e bëjmë pa telefon. Po që s'pat njërë më shirë për ne edhe pa telefon. Unë jam mësu me Google Map, televiz për Tiranë. Apo që ti ta përdorësh ti Google Mapin. Më ndihmon ti. Pyetja ime radhës është, do plasim nga këtu si shpellar për Klean? 1, 2. Urojmë t'jetë zgjuar një herë. T'jetë zgjuar. O, Klea! Klea! Ma më gjanë vitja si klasë. Klea! Ua që ka zgjuar? Shqyr, pas ke bërë make-upin. A ka Qa ka shkuar ndodhur? dalje? Si u zgjove? Ha? Si u zgjove pa Prit alarm? se erdha. Hajde, shpejta se kemi xhirime. Siç e kuptuat, pak a shumë. Ne sot do kalojmë një ditë pa teknologji, pa telefon. 24 orë. orë. Do bëjmë çdo aktivitet që neve në përditshmërinë tonë kemi të varur nga Telefoni. Për shembull? ku diun do ikim diku pa Google Maps. Ore, se di për ju. Pa chat. Çati është fenomen, po se di për ju, po unë e kam shumë bezdit të rri shumë telefon. Të rri shumë në Po, telefon. dhe tani do ta shijoj këtë ditë, sepse Sa është mirë një që si ditë kam që se ty. Ore ta shijosh deri në fund. Po mua nga telefoni ka kapsë në zitë, moj. Mami. Hikim. Tani di vetëm një gjë. Që jemi te kopshë zoologjik se po, kalojmë për ditë. Po ku është ushtari pa njohur? Dhe pse që ka i pa njohur? Dosha kur su bëj një orë shkret. Ka dash bëhet i famshëm. Nuk e njohim as ne, kjo është një gjithë. Ah, po ky është problemi për momentin. Po si do shkojmë te ushtari pa njohur? Do pyesim njerëz, si do bëjmë? Mami më thot duke pyetur shkon në Istanbul. Po, duke pyetur njerëz, ku kemi qenë të vegjël, që s'dinim rrugët, a shumë. Jo te ushtari pa njohur, po hajde mi se i gjejmë. E gjejmë. Çajmë në tafta. Duke të bësh i njohur. O Xhaxhi, di gjë ku është ushtari pa njohur? Se ku është? Po ku në qendër? Po qendra është e madhe. Qendër do kthesh djatës, se kesh ke xhamia ktheu djatës. Gjatra, se xhamia. Herë. E morëm një Jo, po qendër djata se xhamia. Shiva mendoje kështu, shiva, është Tirana? Tirana e madhe? Po, Qendra. po Gjata staj. Po xhamia thaj një herë. I bie të futemi te kthesa e xhamis djathtas. Xhamia është majtas, jo djathtas. Ku është ushtari pa njohur? Shtari për një është në qendër djatës, nuk e si dhe Ah, Atëre, Po si të shkojmë atje? Me veqë, në drejtim 500 metra këtu, Është ushtari. ushtari. Po pse ngeli pa njohur? Është i ulur apo në Ti këmbë? ushtar aty dhe ushtari thotë që duket se gazeta. Ja, unë. Do mos zgjidhësh një hall. Ku është ushtari pa njohur? Ushtari pa njohur. qendër djathta? Nuk i di, nuk i di. Po pse si? Ashtu se di, si ta bëj tash? Po s'kam pra se na kanë pa kemi telefon. Kemi teknologji, na kanë hequr. Tek puna nuk na lejnë me telefon. Dhe duhet gjejmë ushtarin e pa njohur. Po nuk e shkon mendja për shumë ku është ky ushtari pa njohur, pse është i pa njohur, ç'është tek kjo fare? Fare? Ti që ke si ne? Do të bashkosh me grupin tonë. Jo, se hajde bëjmë çik vrap. Po, Hajde, hajde. me xhinse. Hajde, vrap. Hajde me por ushtari pa njohur. 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 Kecat me ulodha. Unë jam ushtari i njohur, po je keq. Kaç? 2 metra. Teta. Ku është ushtari pa njohur? E gjetëmi. Do ecish, do dalësh në qendër. Në qendër? Po pastaj si ta dallojun ku është në qendër? Ti do pyesësh. Si e? Hello, unbothered queen. Jo. We want to know where is Unknown soldier. soldier, yeah. Unknown soldier is a statue. Dude. Where is unknown soldier? Ushtari pa njohur. Jo, Ti flet shqip? Oh, ai është xhar. Na duhet si. Jo. Po ku është ushtari pa njohur? Se s'po e gjejmë. Zemra, Si fokusato. mund çuna 2 metra të lën 4 gota? Në qendër djathtas. Refuzime në Në jetë. qendër djathtas. Tani, deri këtu ju solla. Domethënë, Lajsa di unë deri te universiteti ju solla. solle ti. Po, na thotit e ushtari pa njohur. Çfarë do thuash që na solle? Ju solla unë, pra unë ju solla deri këtu. Dhe tani? Dy gjeni ushtari pa njohur. O ushtari pa njohur. Ushtari pa njohur është në qendër djathtas. Me gjet Do i gjeje ti. Do futesh ti nga ajo rruga e shkurtër, do i gjeje ti. rruga e shkurtër, rruga liçenit. Olimpi është nga ajo andishti gishti tim.
Tash te universiteti erdhëm. E shef, mendoj që të mua linkin. Inshallah. Ço do bëjmë tani? Po pyesim njerëz se ti kem qenë djathtas pra. O shpirë më qëndrën e dim, do hecim drejt. Djathtas. Po drejt djata Skënderbreu xhamia, ha. O shpirë duhet telefoni, se duhet me pas sa ka shku klubi sheqerit, se është hedhur episodi ditë. Edhe unë jam vesh shumë bukur sot, doja të bëja ca foto, po është teknologji e sapo, pa teknologji nuk jetohet. Po jetohet moj. Ja, është Tjetër, do bësh ti me mua? Po. Okej. Tani un kam një lloj ideje se ku mund të jetë, po nuk jam e sigurt. Kurse unë kam hedhi story çfarë dhe jam kurrë ta shoh nëse e ka parë dikush që dua ta shoh, unë e kam parë apo jo. O, me zona futën e mendime tash. Na intereson fare, do të gjimshtaj në panjohur. Hajde. Ja, mund ta dim sa është ora të paktë ragazzi, ora. A mund të pyesim dikon? Ora drejt në ora 4 mas ditës. Absolutisht. Goca, nuk mendoni që duhet të ishim treguar pak të zgjuara dhe thjesht të kishim marrë një taksi? Po eci si një ushtar që ta manifestoj të më vi shpejt. Po, ideja ishte që ta gjenim në këmbë pra. O zot, ku të merrte vesh? Fikse vërtet, ke të drejtë këtu. Ka i herë flet, po flet tamam. Ne na kanë lënë pa telefona sot, por si njerëz që nuk njohin qytetin e tyre, ne nuk dim ku është ushtari pa njohur. Okej, tani Kështu që. Po. do jam shumë e vonesë për diku. Mos na lënë më shirë të fatit, na e thuaj. Ju do jeni drejt për këto. Vesh drejt. Po, do kaloni sheshi Skënderbej, edhe pastaj diku aty është. Tek, po, do kaloni afër pazarit të ri. Okej. Skënderbej prap drejt. Te pazari i ri. Super. Do në lokacion tjetër? Po, te pazari. Kam një pyetje. Ushtari pa njohur, a është statuj, a është pallat, a është thjesht një roj që ta bën ne aty kush është? Pikërisht Jo, ne mirë që po ikim, po Është çfarë po statuj. kërkojmë? Këtë statujen që unë di se ku është. Po, mund të jetë edhe njëri fizik, i gjallë. Njëri gjallë që rrin me shkugës? Është një bushur aty. Edhe rrin man. Është si pa njohur. Dhe thotë jam ushtari pa njohur? Moj është statuj, e di unë. Nuk është Ku një është kështu. pra? Hajde tani andej është qendra, mendoni sikur kemi hartën e Tiranës këtu. Këtu është këtu. Këtu është harta. Diku këtu është Tirana. Po, ja shina ku e kemi hartën atje? Ja. Okej, është Shqipërisa ajo. Apo shiko, hajde gjej ushtarin e panjohur. Në gjithë të hartë do gjejmë ushtarit e panjohur. Gjeje. Ecim drejt. Nuk e them kur, po dua të dorëzohem. Nuk e them. Moj, statuj është ajo, sa është shanset tjetë ai? Statuj është. Ushtari pa njohur. Si janë palente, shoh. Janë palente më shoh. Po shkojmë drejt qendrës, po me të thënë drejtë nuk është se kemi ndaj gjë në vi, kështu që duhet pyesim mendoj edhe ndaj tjetër, besoj. Ndjej që po ja afrojmë një ushtari. Shpresoj të jetë ushtari i zemrës time. Okej. Hola! ¿Cómo estás? Vieni tu? Ju thash që po afrojmë drejt një ushtari dhe mund të ishte ushtari i Nuk janë zemrës këta, nuk time. janë këta. E dija, Shisa gjithmonë që shumë do më ushtar ka prisje. këtu. Ore nuk janë këta. Jemi te kura e Gjovalinit. Stop, ja të gjitha është të Qa ushtarja. bëmë nonës punoj frenat. Kjo urë projektuar nga Gjovalin Gjadri. Jemi te ura e Gjovalinit. Ky është një informacion që unë nuk e dija deri më sot. A di ti ku është ushtari pa njohur? Ku është? Aha. Do futesh te bashkia se kjo këtu, po e Po. kundrejt është bashkia. Po. Sa kthehesh, është duket, është një mos leni nga krau kushtu nga lart. A dini që ku është ushtari pa njohur? Jo? O Klea, ajo sa kaloni bashkinë dhe ktheuni Po djathtas. zemra më beso mua verbërisht e di unë se ku është ushtari pa njohur. Po pse? Ua, jemi tu gabu totalisht. A keni besim te unë? Jo. Po, Absolutisht. unë jam martuar me ty harrova, do të kem besim, as mund të jetë kështu? O goca jam shumë konfuze tani. Ajo teta tha bashkia, ti po na çon ne. Po ju Shiko, thash më pra. ngjo mu tani, me logjik. Qendra, djathtas është këtu, qendër, djathtas. Bashkia është andej o Klea. Po mirë ma bashkia është në qendër, tani ti Zot, ta më thë dorë tre, të robe kujtemi e të ngelu, ndryshme, unë e zot, di, a më keni dorë të besim kujtemi apo jo? ngelu. Ne duhet kalonim në bashkinë dhe të ktheheshim djathtas. E ke Mi kalu, shihemi po të pra, ke Tiranës, kalu po bashkinë t'ishte dhe jemi në duke vend shku tjetër. djathtas. Thjesht më Nuk e di. besoni. Kam humbur sensin e realitetit. Jetoj në ëndër. Tani, mua më vjen shumë keq që jam veshur sot si qershiz dhe nuk bëj dot asnjë foto. A mund bëj një foto çasti? Në foto qasti? Po. A ke lek? Ua, duhet ta bëjmë. Apo do Unë të s'kam telefon. Hashtag nuk i bëjmë dot. Pozoni, pozoni. Ah, jemi atje! Gjetëm një foto. Once again! Once again! What's up? Gjyra, i tjerë si kaset. We're spending our day without phones and we have no technology. Wow, Yes. that's great. So we needed a picture together.
A, sa bukur! Wow! Apo s'kemi dati duke qesh, seriozisht, dhe apo s'ka të kopi? Daj 5. It's like this. Sa bukur! Opa! Në trashgime! Trashgohesh! Trashgime! Trashgime në kokë juaj! Gjagja, është ai aty ushtari pa njohur? It's fanoli. Fanoli! Pana rash pika, more, nuk njohun fanoli. Është shkrimtar, pra. Po ka dhe xhami tjetër në qendër, këtu si në qendër. Jemi rrugët Basani. Po Jo, nuk një jenë derada, qendër, moj. Klea. Po si me si e kënë qëndër, Jemi ku je? rrugët Basani këtu. O, shpirë, po si e qendër. Tu e kim bërë alidem, ne? Nostal. Mos është farë në lidem. Po ja, se dhe kështë thënë njëri është në alidem. Hajde shive, ku është shaj? Me shifne, hajde në shifne. Okej. Ska emër, ska si gjas ftyrë ska. Ky është spanjori. Jo, Klea. Po pësi, kush është ky? A i thot, Ky është grupi thjesht të një intelektualve instalacion. të vrarë nga terrori komunist. Dhe kjo është thjesht një statu që simbolizon gjithë ato që është shkruar aty, o Klea. Oh, perni. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde dhe ti tjetra se do ju të qojë. Tjetër Se ju shumë sa bukur Tjetër vjen ju gjë. na qojë të presidenti. Mos po na çon kamës ti. Ja. Ta shofim me qik Tiranës që se pas këta pa. 100 vjetori shpallës së pavarësisë. Ai që ka me mozaik. O sa i bukur. Si torta. Qa është kjo? Imagjino, mos me pas me vërtet telefon me ju. Hum. Po me ty? Ja, unë e diuar, do të qojë. Ku e kuptove Tani e ku? kuptova ku është. Po me pa, kuptove Plotova lesh. të gjitha hintet që na dhanë qytetarët e Tiranës. Hame, Ha. Klasa hame. historisë ngelse. Okej. Jemi në qendër dhe gjeografisë. Jemi në qendër, këtu është heroja në kombëtar Skënderbeu. Po, e njohim, Çfarë përshëndetje. ka bërë Gjamia? Skënderbeu, Kristën? Çfarë ka bërë Këtu Skënderbeu? ka fituar luftën kundër tush. Çfarë ka bërë në 1000? Okej, sana tani këtu kemi xhamin. Kjo është xhamia në qendër. Ajo aty është xhamia te rruga Elbasan. Po, unë e di shumë mirë se i thash Ti e ku di të këtë këtej. gjë. Qytetari pa njohur ku Tani, është. ai tha, Ha. është Skënderbeu. Aha. Dhe është afër xhamis. Pra ne do shkojmë këtej. Në të djathtë. Shkojmë. Hecim. Hajde. Këtej direktiva. Nuk kthehet as majtas as djathtas, sa vetëm drejt. Qa do të bëj? Ka Aty. gjetur. Vetëm Por- drejt. Ha. Do të pyesim do ti këtë fund. A ka mundësi më duhet telefoni, realisht tani më duhet telefon më kapi. Mua po Është e brëndshme, është nga gjaku, nuk e më kryet trupi kur nuk kam telefonin tim. Dua Ço do ketë Hedandale sot? Ta kem ta bëj kot. Dua të bëj foto, dua të postoj story. Nuk është që ta imi një soj pa story. Kemi 3 foto i kemi në dorë. Qa 3 foto? Ku të i qënë këta? Fal, kush është tari pa njohur? Kushtari pa njohur. Arro. Ma në fund, hecim. Ushtar, ku je? Di se po të kërkojmë. Ushtar. Po të sërret ko për luft. Duhet të shkosh në Për luft. luft? 4 Tani. vajza të rasë një ushtar dhe shka për luft. Dil më ushtar, ku je fut? Ema, A është ky? Ky është O zemra, sa shumë statuja pas ka këtu, në jetën time nuk i kam parë në përditshmëri. Tani do më thënë në shkollë që unë shoh kaq shumë statuja, nuk më kishte ndodhur kur. a është ky? Muj Ku më duhet ketë jetë dhe ja ku ai. ta çiften në brez. Është një nga ta. A je ti ushtar pa njohur? Me arë në fal? dorë, shive Kristo? A je një ushtar pa njohur? Ty. E gjetëm, ushtari! Ua, ja ku që e ka more! Populli Tiranës. Partizanëve të Prandaj kemi një foto të 4 takto për këtë gjë që luftua. Po shikon ai edhe Tani Ai- ushtari pa njohur do bëhet i njohur nga ne. po ai e nucerën e pas ka fiksi ushtar. Tani e vi. Ti e Ti njohur. erdhe në goat, mashkulli i parë që vjen në goat. Ti e njohur. Po si shta është keq me e gjeta? Jo, unë shijova shumë ditën pa telefon, moj. Si ka dash keq? A mund ka mbaruar? Mund kemi Po një të parë të dysh që njëjtën. gjejmë rrugën Bardhy. S'ka dalë kota është preja me të pyetur gjën Stambollin, me të pyetur gjën edhe ushtarin e pa njohur. Normal, kush kërkon gjeno vlla? Hajde, ikim. Ikim për vit. Ikim. Me të pyetme?